kryeqendrën e Kosovës në situatën kur vetëm shpresa dhe rezistenca aktive paqësore kundër gjendjes së rëndë okupuese e servisonte mbijetesën, në muajt e parë të vitit 1995 nisi të duke një rrezë shprese se Kosova ka potencialet dhe mundësitë për një ekonomi të qëndrueshme në kushtet e lirisë e pavarësisë. Ky është rrëfimi për Institutin Reinvest, një institut i lindur në kontekstin e luftës për liri e pavarësi, i dedikuar për zhvillimin e qëndrueshëm dhe prosperitetin ekonomik të Kosovës, promovim të paqes dhe bashkëpunimit. Të udhëhequr nga profesori Mohamed Mustafa, një grup i intelektualëve dhe ekonomistëve u bashkuan më 15 maj 1995 që të themelojnë Institutin Reinvest. Ata përcaktuan një mision të qartë, promovimi i mendimit të avancuar ekonomik dhe mbështetja e zhvillimit modern ekonomik të Kosovës, bazuar në filozofinë e ndërmarrësisë. Në proceset e shpërbërjes me luftat të përgjakshme të ish-Jugosllavisë Federale, regjimi serb kishte ripushtuar Kosovën duke zhbërë autonominë dhe strukturën e saj institucionale, duke vënë atë nën subordinim të pushtetit serb, i cili kishte instaluar një regjim apartheidi dhe një politikë koloniale. Në opinion botror dhe në analizat politike të asaj kohe, çështja e Kosovës shtrohej më shumë si një çështje separatizmi në njërin anë dhe e të drejtave njerëzore në anën tjetër. E Kosova ishte në fakt edhe një koloni në Evropë dhe kjo duhej dokumentuar me studime racionale të argumentuara ekonomike dhe politike. Filozofisë politike nga e cila kishte lindur projekti për pavarësinë e Kosovës i mungonte një lloj inxhinieringu ekonomik, i cili ishte i domosdoshëm procesin e sqarimit dhe ndërtimit të një shoqërie prosperuese në kuadër të një ekonomie të hapur të tregut dhe integrimeve euroatlantike dhe të bashkëpunimit rajonal. Përkundër një situate të vështirë që ndodhej Kosova atëherë, ne ishim thellë të motivuar dhe të bindur se kërkime shkencore dhe fuqia e dijes e bazuar në to do të duhej të bashkohemi për pjekjet e gjithëmbarshme për liri dhe të mbështesë ato për të hapur perspektivat të ardhmje dinjitoze edhe për qytetarët e Kosovës. Në fillet e para të institutit u iniciuan aktivitetet përbashkëta me lidhjen e ekonomistëve të Kosovës dhe komunitetin e biznesit privat, pa financim të rregull dhe me kontributet tona personale. Megjithatë, diku ka mesi vitit 1996, ne përgatitëm një propozim për National Endowment for Democracy, përkatësisht për Center for International Private Enterprises në Washington, dhe kjo shënon një pikë thesi. Me projektin të aprobuar Sparing nga Cajpe dhe pastaj i zbatuar edhe në shtetin e Friedrich Ebert në Gjermani, Open Society në Budapest, projekti aktivitetet ekonomike dhe zhvillimi demokratik i zbatuar me 1997 dhe 1998 ofroi të gjitha argumentet për mundësinë që Kosova ndërtoi qëndrueshmërinë e saj ekonomike dhe pavarësinë e saj ekonomike. Veç kësaj, ky projekt përvijoi edhe çastin e ndërtimit pas luftës në reformat ekonomike, vizionin zhvillimor që i duhej Kosovës në kushtet të ndërtimit, ekonomisë së tregut dhe zhvillimit sektorit privat. Ky projekt mori vëmendjen e duhur të faktorëve kyç ndërkombëtar, kontriboi inkorporimit dhe formësimit qëndrimeve politike rreth Kosovës. Për statusin e Kosovës në Rambuje, e po ashtu edhe pas luftës, delegacioni i Kosovës u mbështet në dhënat e këtij projekti. Ky projekt ndikoi po ashtu edhe në formësimin e qëndrimeve të faktorit ndërkombëtar për Kosovën para dhe pas luftës. It's a very different time in Kosovo when I was approached by Mohamed Mustafa and his staff to see if SAIP could work with them on what really was the first project of its kind to study the private sector in Kosovo, its nature, its scale, and how it operated. And what was so remarkable about the program was not only that this was the first time this had been done, was that there were no statistics available in the region due to neglect by the current government at the time.
The other remarkable thing about this was the level of volunteering that went into this project. The number of people who gave time and effort and talent to putting together what really was a groundbreaking report on the scale and size of the private sector. What it recommended throughout its time was a stress not only on the need for a market that supported small and medium enterprise development, but also democracy that was going to be a prerequisite for the development of the private sector in Kosovo, as well as the need to develop the human skills of the people of Kosovo. And if I look at the Reinvest Institute's work today, much of those early findings are still relevant and they're still in practice. Reinvest's work still calls for a democratic and market-driven society in Kosovo. It still calls for building the human capacity of its people. When I first started at SIPE, my executive director, John Sullivan, who was running SIPE at the time when we first worked with Reinvest, always believed there were three key things to the success of an organization. One was its intellectual integrity, the quality of its thinking, and how consistent that thinking was through its work. Two was a commitment to excellence, making sure that no matter what you produce is always of the highest quality, so people can use it for reference. And number three is the need to pass on your knowledge. We call it passing it on. And I think in all three of those categories, if you look at Reinvest's body of work, all three categories are met. And that's why Reinvest has been so successful over the years, and why we've always been so proud to partner with Reinvest in its work. Suksesi I shpejt në projektin Center for International Private Enterprises National Endowment Democracy I hapi mundësi të reja institutit Reinvest. Lufta midis UÇK-s dhe forcave të regjimit serb erdhi duke u ashpërsuar, andaj NATO intervenoi për të ndaluar katastrofën humanitare. Edhe instituti Reinvest ndau fatin e rreth 70% të popullsisë së Kosovës të dëpërtuar dhe u detyrua dhunshëm të zhvendosej. Megjithatë, Reinvest formoi shpejt një zyrë në Tetov, vuri kontaktet me partnerët e tij dhe shpejt vazhdoi punën në projektet e reja. As këto ngjarje dramatike nuk e ndalën angazhimin e institutit për ardhmërinë ekonomike të Kosovës. Në pranverën e vitit 1999 të përfshirë nga lufta, për 3 muaj vazhdojmë punën në Tetov, në Maqedoninë e Veriut, me besim të fortë se liria po vente, dhe se po hapej një faqe re historisë së Kosovës, ku zhvillimi ekonomik do të ishte një nga çështjet më të rëndësishme. Në zyrën që hapëm në Tetov, filluam të zhvillojmë idetë mbi politikat dhe strategjitë e rindërtimit të pas luftës, reformat e nevojshme për të zhvilluar ekonominë e tregut. Ne po shihnim një botë të tërë mundësish dhe oportunitetesh për Kosovën në liri. Duhej konstatuar pasojat e luftës dhe dizajnuar politika dhe strategji që paralelisht me evitimin e pasojave të rënda të luftës, sidomos në pronën dhe pasurinë private, fondin e banimit dhe ekonomitë familjare. Në këtë fazë, Reinvesti bëri hulumtimet e gjëra dhe ekstenzive me mbështetjen e Department for International Development në terren lidhur me dëmet në ekonomitë familjare dhe një studim tjetër me pasojat në bizneset private e që dhanë rezultate domethënëse. Veç kësaj, u angazhuan 17 ekipe të ekspertëve për të vlerësuar gjendjen dhe për të propozuar intervenimet prioritare në sektor të ndryshëm të ekonomisë dhe shoqërisë. Në fillim të vitit 2000, Instituti Reinvest organizoi një konferencë impresive ndërkombëtare me 200 pjesëmarrës, me ekspertë ndërkombëtar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administratës ndërkombëtare dhe nga qarqet politike, akademike dhe të shoqërisë civile të Kosovës. Vlen të theksohet se këto studime kanë ngel thuaja të vetmet dhe me një vlerë të madhe historike. Në këtë konferencë,
Reinvesti prezantoi rezultatet e hulumtimeve gjithëpërfshirëse mbi pasojat e luftës, si dhe rekomandimet lidhur me politikat dhe strategjitë, jo vetëm për evitimin e dëmeve të mëdha fizike, por edhe për politikat ekonomike që do të duhej të zbatoheshin për një zhvillim të qëndrueshëm. Ky ishte një rast i mirë që Reinvesti të dëshmoj kapacitetet e tij, por edhe të afirmoj përkushtimin e tij për të marrë me aspektet më vitale të ndërtimit të një shoqërie prosperuese. It was in July 1999, only a few weeks after the end of the NATO intervention in Kosovo, that Reinvest and the Ebert Foundation cooperated in a first conference on the future of state and economy in Kosovo. And since then, Reinvest has become a center of expertise and consultancy for the development of the young state and its society. Hulumtimet e Reinvestit kanë qenë gjithmonë të ndërlidhura me nevojat prioritare të Kosovës. Në vitin 2000-2009 janë realizuar aktivitete vëllimore kërkimore të shumtën me rol prej pioneri që veçmas u mbështetën nga projekti i realizuar me mbështetje të USAID-it dhe në bashkëpunim me Center for International Private Enterprises, promovimi i zhvillimit ekonomik nëpërmjet të shoqërisë civile. Në kuadër të këtij projekti, Reinvesti realizoi një seri prej 20 studimesh e raportesh mbi reformat ekonomike që përfshinin një spektër çështjesh të lidhura me ndërtimin e ekonomisë së tregut, si transformimi i pronës shoqërore dhe privatizimi, zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe ndërmarrësisë, sistemi i pensioneve, politikat për një buxhet të qëndrueshëm e transparent, politikat fiskale, ndërtimi i sistemit tatimor, investimet e jashtme, politikat tregtare dhe promovimi i eksportit, tregu i punës dhe papunësia, sistemi i edukimit dhe zhvillimi ekonomik, bujqësia dhe zhvillimi rural, diaspora dhe politikat e migrimit, formësimi i bazës kërkimore për strategjinë e zhvillimit të energjisë, planit hapësinor, planit nacional të zhvillimit. I had the distinct honor and privilege of collaborating with Reinvest during the 1999 to 2002 period when I served as USAID's senior economist in Kosovo. USAID supported Reinvest during this historic period of political and economic transition for the Kosovar people. During that crucial time in Kosovo's journey to political independence and economic recovery, Reinvest served as a bulwark of independent research and thought-provoking advice on how best to ensure that Kosovo would emerge successfully from the terrible crisis it had endured during the 1990s and establish the economic and policy preconditions needed to promote a prosperous future for all of Kosovo's citizens. And Reinvest has continued since to promote Kosovo's ongoing advancement as a proud, independent state with an expanding market-based economy. Në këtë periudhë, Reinvesti kishte rolin e një lloj katalizatori për të prezantuar inpute autentike kosovare, karshi administratës ndërkombëtare dhe nganjëherë edhe shfaqe si një opozit për të avancuar politikat dhe reformat ekonomike. Is the best known Kosovar institution. Kam vendosur të dekorojmë me medaljen e artë të pavarësisë Institutin Reinvest. Faleminderit. Në vijim të angazhimit tonë për të kontribuar në çështjet vitale të ndërtimit të shtetit të Kosovës, Institutit Reinvest i lesohet formimi dhe menaxhimi i grupit të ekspertëve për ekonomi dhe financa, për të mbështetur ekipin e Unitetit të Kosovës në negociatat e Vjenës për statusin përfundimtar të Kosovës. Në kuadër të këtij grupi, përveç stafit tonë hulumtues, angazhohemi edhe rreth 50 ekspertë vendor dhe ndërkombëtar, duke përfshirë këtu edhe profesor Isa Mustafen, Ilaz Ramajrin dhe profesorin Endier Ekrem Beqirin. Fjalia kruciale në planin gjithëpërfshirës të Ahtisarit se gjithë prona brenda kufive të Kosovës dhe zakon popullit të Kosovës ishte mbështetur në argumentet bazuara në studimet e Institutit Reinvest, një lloj si dhe argumentimet për ndarjen e llogarive në Serbinë sipas parimit të suksesionit
pastaj studimin ndërmjet e luftës dhe ato të qeverisë së vërshme serbe gjatë viteve të 90-s që vlerësohen rreth $22 miliardë amerikan. Ekspertët e grupit për ekonomi dhe financa, profesor nga profesor Mohamet Mustafa, kanë marrë pjesë në 2 raunde të bisedimeve të vjedhjes dhe kanë prezantuar argumentet për subjektivitetin e plotë të Kosovës në kuadër të ish Federatës Jugoslave dhe me suksesi kanë mbrojtur kërkesat e palës kosovare duke hedhur poshtë pretendimet serbe mbi pronën shoqërore dhe publike të Kosovës. Fondi i studimeve të Institutit Reinvest ka ardhur vazhdimisht duke u pasuruar dhe është në fakt një kontribut substancial jo vetëm për politikat e bazuar në evidencë të vendin tonë, por edhe për zhvillimin e mendimit ekonomik në Kosovë. Studimet e përmendura krijuan bazën solide në të cilën ne vazhdojmë kërkimet tona edhe tani, duke i pasuruar edhe me çështje tjera si qeverisja korporative, ndërmarrjet publike, prokurimin publik, zhvillimi ekonomik lokal, monitorimi i mjedisit biznesor, hartimi i strategjisë së industrisë së Kosovës dhe strategjisë së energjisë, monitorimi i mjedisit biznesor dhe zhvillimi i sektorit privat dhe kontributi përmes konferencës ndërkombëtare, aktivizimi i burimeve të rritjes ekonomike në Kosovë, si dhe mbështetje e vazhdueshme për forumin 2015 me fokus në integrimet euroatlantike. Një tjetër fokus i yni është fuqizimi ekonomik i grave, ku Reinvest ka marrë rolin koordinues të forumit ekonomik grave, një platformë gjithëpërfshirëse që angazhon aktorët kyç në nivel politik dhe institucional për barazi ekonomike. Kjo qasje gjerë tematike na lejon të trajtojmë sfidat zhvillimore në mënyrë të ndërlidhur dhe me ndikim afatgjatë. Kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e Institutit Reinvest në këtë periudhë kanë dhënë drejtorët ekzekutiv Mohamed Sadiku dhe Lumir Abdigjiku. Janë më shumë se 2 dekada bashkëpunimit ngushtë ndërmjet Fondacionit për Shoqëritë e Hapur dhe Institutit Reinvest. Që në fillim, ky nuk ishte thjesht një bashkëpunim, por ishte një partneritet i ndërtuar mbi një respekt të ndërsjellë dhe vizion të përbashkët që kishim për Kosovën. Ky partneritet u fuqizua edhe më tutje kur së bashku e iniciuam dhe themeluam platformën avokuese Forum 2015, një projekt që Instituti Reinvest vazhdon të udhëheqë me përkushtim edhe sot i kësaj dite. Në periudhën e pas luftës, realizuam bashkë shumë projekte afatgjata, avokuam për zgjidhjen e sfidave zhvillimore dhe patëm guximin të sfidonim proceset ndjeshme edhe në nivel ndërkombëtar. Fushatën tonë nisëm me ciklin avokues pse pavarësi për Kosovën, duke lobuar për njohjen e saj në botën arabe në rend parë edhe te 5 shtetet mosnjohëse të Bashkimit Evropian. Ajo që e mbajti të fortë këtë rrugtim të përbashkët ishte ekspertiza profesionale e thellë dhe pjekuria e Institutit Reinvest, që kishte në çdo hap të veprimit të saj dhe gjithmonë në funksion të ofrimit të zgjidhjeve më të mira për të ardhmen e Kosovës. Instituti i Reinvest e siguroi qëndrueshmërinë organizative e financiare edhe ndaj misionit të tij, duke i dhënë një prioritet të theksuar shkollimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm profesional dhe akademik të stafit të tij dhe më gjerë, duke kontribuar në krijimin e një mase kritike të ekspertëve për fushën e ekonomisë, ndërmarrësisë dhe menaxhmentit. Në qendër të punës së tij, Instituti Reinvest gjithnjë e mbajti investimin në kapitalin njerëzor për të krijuar diferencë në mendimin ekonomik në Kosovë. Nëpërmjet partneriteteve të tij, sikurse Universitetin e Staffordshire të Britanisë së Madhe, Universitetit të Anconës në Itali dhe programeve të franshizuara në Kosovë në Kolegjin Reinvest, instituti në bashkëpunim me Open Society Institute Chiving Foundation kanë mbështetur kryerjen e studimeve master dhe të PhD nga fusha e ekonomisë dhe menaxhimit të biznesit për rreth 200 të rinj. Ata sot punojnë me Institutin Reinvest në punë të rregullt ose si bashkëpunëtor të jashtëm, por gjithsesi shumica e tyre japin kontributin e vlefshëm në universitetet publike dhe private të Kosovës, institucionet qeveritare, institucionet financiare, si dhe në kompanitë e ndryshme private e publike. Padyshim që kjo masë e ekspertëve ka ndikuar në zhvillimin e mendimit të avancuar ekonomik dhe zhvillimin e ndërmarrësisë në Kosovë. I have been associated with Reinvest Institute since 1998 through cooperating in research and policy analysis and facilitating their collaboration with Staffordshire University, offering the university's degrees in Kosovo and also through a major scholarship program funded by Staffordshire University and Open Society Foundation.
over 70 young Kosovar scholars completed master's and PhD degrees in economics, and all of whom have returned to Kosovo. Over the past 30 years, Reinvest has been transformed to a leading think tank and research institution with well-educated staff, with expertise at international level, engaged in a wide variety of research projects and policy analysis. Reinvest has been a training ground for academics, researchers, and policymakers. While at Reinvest, they were encouraged and supported to continue their education towards master's and PhD degrees abroad. Most of these scholars are now contributing in teaching, research, and executive positions and political institutions and structures in Kosovo. Instituti Reinvest, që nga themelimi 30 vite më parë, ka qenë një think tank i rëndësisë së veçantë në Kosovë, por edhe më gjerë, duke ofruar ulëmtime ekonomike dhe dhënë rekomandime për politikat ekonomike në funksion të promovimit të ekonomisë së tregut bazuar në filozofinë e ndërmarrësisë. Si instituti pari i kësaj natyre, në udhëheqjen e profesor Muhammet Mustafa, e më pas edhe të ekonomistëve e ekipeve më të mira në vend, Reinvest kishte një rol të veçantë edhe në formësimin e politikbërjes, edukimin dhe zhvillimin e shoqërisë civile në përgjithësi, në promovimin e qëndrueshmërisë ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshmërisë demokratik të vendit. Si kontributi veçantë i institutit duhet nënvizuar edukimin e gjeneratave të reja të ekonomistëve, sidomos bashkëpunimi me Universitetin Staffordshire, ku një gjenerate të re ekonomistëve me titull shkencore kredenciale ndërkombëtare kontribuan dhe ishin barës të zhvillimeve ekonomike, politike e sociale në vend. Edhe sot, Reinvesti vazhdon të mbetet një zë shumë i angazhuar dhe i paanshëm, i respektuar për zhvillimin ekonomik si në vend ashtu edhe ndërkombëtarisht. Me aprovimin e planit të ri strategjik, Instituti Reinvest ka hyrë në një fazë të re zhvillimore, e cila karakterizohet me ndërkombëtarizimin e aktiviteteve të tij, rritjen e profilit të tij kërkimor, forcimin e partneritetit me institute dhe organizata kërkimore më prestigjioze në Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më gjerë. Në këtë plan, prioritetet kërkimore janë zhvillimi i qëndrueshëm dhe rritja cilësore ekonomike, transformimi i gjelbër dhe ai digital, ndërtimi i një ekonomie konkurruese dhe konvergjente me atë të BE-s, përdorimi i përgjithshëm i burimeve natyrore dhe mbrojtja e mjedisit. Me hulumtimet e tij viteve të fundit, ka eksploruar dhe argumentuar domosdoshmërinë e ndryshimit të modelit të rritjes ekonomike dhe kjo sot përbën një nga preokupimet kryesore të ekipit ton. Instituti Reinvest tani më është pjesë e partneriteteve ndërkombëtare për realizimin e projekteve në Horizon Europe, në World Economic Forum dhe organizon forumin e tij ekonomik vjetor që po zhvillohet në platformën më të rëndësishme të debatit të angazhuar për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Instituti Reinvest sot është shumë mirë i pozicionuar për të kontribuar në debatet strategjike për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Si lider i studimeve zhvillimore në vend, ne kemi ndërtuar partneritete të qëndrueshme me institucione prestigjioze në Bashkimin Evropian dhe më gjerë, duke na mundësuar të realizojmë projekte të standardeve të larta ndërkombëtare. Përmes kësaj qasje, ne jemi duke ndërkombëtarizuar jo vetëm produktet dhe shërbimet tona kërkimore, por edhe mënyrën se si prodhojmë dhe shpërndajmë dijen në funksion të zhvillimit. Fusha tematike që mbulon sot Instituti Reinvest janë ndër më strategjike për të ardhmen e vendit dhe janë në linjë me prioritetet e hapësirës evropiane të kërkimit dhe drejtimet kryesore të programeve kornizë të Bashkimit Evropian. Për secilin nga këto fusha, ne kemi zhvilluar projekte konkrete dhe platforma të qëndrueshme. Si fjala vjen, Forumin Ekonomik Vjetor për të trajtuar çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, hapësirën e veprimit të gjelbërt për tranzicionin e gjelbërt, si dhe përfshirjen tonë në programet kornizë për forcimin e kapaciteteve në kërkim dhe inovacion. Instituti Reinvest është gjithashtu një agjenci prodhuese të dhënave me kontribut origjinal që ndihmojnë vendimarrjen publike dhe analizat krahasuese ndërkombëtare. Në këtë drejtim, Reinvest është institucion partner i Forumit Ekonomik Botëror
duke kontribuar me dhëna dhe analiza për raporte ndërkombëtare mbi konkurrueshmërinë dhe zhvillimin ekonomik. Today, I'm sending my best regards and congratulations to our colleagues from Reinvest Institute, who are a driving force in Kosovo's research and innovation landscape, as well as in our joint Horizon Europe-funded project, Policy Answers. Reinvest's expertise and dedication have been invaluable in advancing research and innovation and issues such as health policy, green and digital transformation in Kosovo and across the Western Balkans. Most of those 30 years I was personally a witness to the excellent work that Reinvest is doing, and the Vienna Institute for International Economic Studies is extremely proud that we have been most of this time very close partners in projects, in the organization of events. And I remember personally my first contact was with Mohammed Mustafa in 2001 in a joint project, Global Development Network for Southeast Europe, and he was writing with colleagues from his team a paper on the prospects for economic development in Kosovo, in the regional context. And the situation back in 2001 was obviously a very difficult one, more than 50% unemployment rate. And Kosovo has developed ever since, and unemployment rates are now single digit, and also Reinvest has developed a lot with the country. Duke shikuar rrugën e Institutit Reinvest për këto 3 dekada, unë dhe bashkëthemeluesit e institutit mund të jemi krenar për rritjet në përmbushjen e misionit dhe kontributin e rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës. Ky është një themel i fortë për dekadat e ardhshme që të thellohen veçoritë që dallojnë Institutin Reinvest për konsekvencën, për mendimin e avancuar e inovativ, të pavarur e të besueshëm për të avancuar për her kapacitetet e tij konkurruese si në vend ashtu edhe në rrafshin global. On behalf of the Board of Directors of SIPE, myself and our staff, I'd love to extend a hearty congratulations to Reinvest, its Board of Directors, its staff, and its stakeholders on this very great anniversary. Happy anniversary, Reinvest. Congratulations to your 30th anniversary. It is a pleasure having met and cooperated with you. So let me once again congratulate to 30 years of excellent work. With congratulations to 30 years of excellence, leadership and impact. That I'd like to again salute the Reinvest team and Mohammed Mustafa personally for your historic contributions to building a resilient, prosperous and peaceful future for the Kosovo people. Thank you all very much.